Përshëndetje, dashur shkues transferimet, sot jena në qytetin Mitrovicës, konkretisht te klubi KF Mitrovica. Afër meje është presidenti i klubit, jeton Ujkani, po ashtu ideator i Akademisë Sport Futbollit për vajza dhe djemë në Kosovë. Jeton, faleminderit për kohën. Faleminderit. Fillimisht deshta me të pyet për projektin e akademisë, është diçka që e keni nisë që disa kohë, po du më na fol ç'është tek ka nis, ku është procesi, çka ka mbet. Po ka një kohë që po mirremi me futboll dhe e kemi po mangësit që i ka futbolli kosovar. Ne në klubi kemi të gjitha grup moshat, prej moshës 5 vjeçare deri në te ekipe seniorëve, edhe duke po që ka nevojë për një akademi të futbollit e cila mungon në Kosovë. Nuk ka. Kemi fillu me idenë për projektin e parë të Akademisë Futbollit tek ne këtu në Mitrovicë, që do të jetë e para në Kosovë. Siç dihet, shtetet përreth këtu, Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi nuk kanë një akademi të tillë, ndërsa shtetet tjera më lart dhe gjithë Evropa ka. Kam vizitu disa herë dhe kam qenë edhe në Akademinë e Arsenalit, edhe në bazë të gjitha informatave na kemi filluar me projektin. Projekti është pëlqyer nga të gjithë, fillimisht nga komuna e Mitrovicës, të cilët e kanë përkrah, pastaj Federata e Futbollit, e falenderoj kryetarin Ademi, që na ka dhënë përkrahje edhe me shkrim, që është mas këtij projekti, dhe tutje kemi aplikuar me kërkesën e kryetarit komunës, drejtuar ministrit Çeku, kemi aplikuar për fonde për ndërtimin e Akademisë të parë të futbollit në Kosovë. Kemi pas takime me ministrin Çeku, na ka pritë e ka pëlqyer projektin, edhe ka thonë që në brenda mundësive të buxhetore me financu. Ka qenë decidiv që do të bëhet, por duke pas parasysh që kemi vitin zgjedhor, edhe ka ngec, nuk është realizuar në vitin e kaluar, që ka qenë e parapone mu realizuar në vitin 2024. Do të thonë, ka aprovim prej komunës, prej federatës, ka ngec të institucioni qeveria ministria. Po mendoj kjo është që disa vite themi pending të uprit. A kanë kaluar mbi 2-3 vite? Janë dykun një vit të gjysmë që është duke pritë në ministri për financim. Mu është kumtu nga ministri Çeku që përmes fondeve të rindërtimit, pasi që veç klubi ekziston objekti ku ka më ndërtu akademia, do të jetë kati dytë i këtij objekti. Të gjitha kushtet janë gati. Klubi e posedon në menaxhim për afatgjat stadiumin, që do të thotë me gjitha kriteret janë kry sa i përket anës klubit. Tash ka met vetëm financimi. Vlen cekët që kanë me qenë 28 dhuma nga 2 krevat, për vojza dhe për djemë, të ndame për 2 gjinit, dikun rreth 50 deri 60 sportiste munen me jetun konviktet e akademisë. Ideja është tamam më shku në Evropë, akademi siç është Akademia e Arsenalit, e Chelsea-t, e ekipeve gjermane, do të thotë me punu 2 herë në ditje, ka 1 orë gjys që do të arrin punën javore prej 18 orëve. Fatkeqësisht klubet tona, të përfshi edhe klubin ton, kemi shumë fëmijë, pak hapësirë për me punu, do të thotë na punojmë 3 herë në javë, ka 1 orë që efektive nuk dalin 3 orë një javë, që janë shumë pak në raport me 18 orë një javë punë që duhet me ndodhë në akademi. Ne kemi rinin e shkëlqyshme, kemi potencialin, talentin, na vyn vetëm edhe ky investim simbolik, se nuk është edhe aq i madh, pasi që të tjerat ekzistojnë. Kur dihet që është diçka që s'ka kurkush, kështu që kuptohet me këtë rast që bëjmë thirrje edhe institucioneve, ministrisë, qeverisë, që me pas parasysh një projekt që është i pari, edhe që është diçka që potencialisht mundet me ndru lojën, sepse është diçka që bëhet për herë të parë, që rrjedhimisht mundet tani me sjellë më shumë futbollista, më shumë sponsorë, dhe këto të mia tjerë që vinë për rreth, sepse edhe mundem me ngrit talentat tonë, se ne po hasim zakonisht shkojnë po. Ne po hasim pengesa kur po vinë fëmija duke u rritur nga mosha 15 e tutje. Deri në moshën 15 po vrehet që me krejt Evropën jemi të barabartë. Se fëmijat tonë kanë potencial, kanë talent. Kurse në moshën 15 deri në moshën 18 jemi të ngjetë se nuk është të udhon puna e duhur që talentat tonë me hecë tutje. Edhe që shedim futbolli, sporti, po futbolli konkretisht kohëve të fundit është dëshmuesi ambasadori më i madh i një shteti,
Edhe përpas sukseseve individuale, kjo kish me qenë diçka madhore që s'ka me qenë themi merita veç për ty që mu përmen, po komplet futbollista që ndoshta vinë që të ardhmen e përfaqësu qoftë Kosovë, qoftë në Evropë, qoftë kudo. Po kjo akademi do të jetë për tërë Kosovën. Po. Do të bëhen, po, edhe për të gjitha trojët shqiptare, të përfshi trojët shqiptare në Maqedoni, në Preshev, po edhe nga Shqipëria kanë me qenë testime që ata më të mirë kanë me qenë pjesë e kësaj akademie. Po. Edhe besojmë që është një projekt që duhet me ndodhë sa më shpejt që është e mundshme, se është për të mirën e trive tonë. Na jemi të hasë që në mungesë të punës mjaftueshme nuk kemi lejtar sa duhet për ekipet tona. Pikërisht tash po duhet me marrë edhe lejtar nga jashtë. Jemi të vërejtë që kemi një numër të madh të lejtarëve jashtë Kosovës që duhet marrë me lunë ligat tona, sepse ne nuk po mundem me ngrit kapacitetin e duhur që ata me qenë pjesë e ekipeve superiore të ligave tona në Kosovë. Po. Shkus dashun, që shpesheni mundësi ka, potencial ka, ide ka, sa dush, presidenti Toni Kani veç është faqi iden, gjitha dokumentet, gjitha ato farë temi idejat e kuptimit mrena jashtë infrastrukturë, gjitha këto në gati, thjesht nevojitet o një miratim penal nga shteti, qeveria, konkretisht Ministria e Sportit. Jeton nëse ka diçka tjetër prej teje, kisha me të falendëruar shumë, edhe po shpresojmë të fuqishëm që ky projekt shumë shpejt jetësohet për të mirën e qytetit, e shtetit, po edhe këtë trojeve shqiptare me këtë rast. Faleminderit për vizitën, faleminderit gjithëve që kanë suportu klubin Mitrovica deri më tani, falenderojmë edhe federatin që çdo herë ka qenë pranë, po ashtu edhe te ministria i kam pas disa takime dhe jam duke pritë që kena me marrë disa lojme pozitive. Shpresojmë shumë shpejt.